Përshëndetje njerëz, mirë se erdhët në videon e radhës. Sot gjendemi në fshatin Globor. Kjo është xhamia e Globorit. Mirë se u rikthyer në videon, jemi këtu te xhamia e Globorit. Pas kam bërë xhamia si të far bën në orë rreth me qesh, me kur dhe mora abdes. Do me thonë që këtu jam 100% musliman. Çfarë morëm do po me xhamis, ka xhamia fort e mirë ndërtuar, kështu që shimin e vijëm, kena shku dikon edhe më larg, edhe shihemi në vijëm. Përshëndetje njerëz, mirë se u rikthyer në videon gjendemi këtu në fshatin Globor, për ndryshe jemi te pishat e Globorit, është një park super i mirë, po mungojnë investimet pe komunës, po besoj se shumë shpejt ka më bëhet diçka për këtë parki, është shumë vend i mirë, ori poster vend i qetë, edhe shimin e vijmë na. Okej, përshëndetje edhe fshatin Globor mirë për mas, tash morëm do po një më detajisht, po pe shkojmë do ka super, hajde pak më kënaqë, hajde. Edhe besoj që i ka me dollë një video super e mirë. Shimin e vjem mrena atje të pishat. Mirë se u rikthit. Pro jemi mrena pishave, përshin edhe vetë. So, farmoli furt, edhe nëjna ka nevoj për investim këtu. Amo mirë që tu, që pas ka shtru kresura diçka kam bon. Amo që investohet edhe pak, i bëhet bënd shumë atraktiv për turista. Shumë bani super këka.